Kriza globale e energjisë po thellohet pasi masat emergjente të ndërmarra nga qeveritë në mbar botën nuk kanë arritur të mbulojnë mungesën e madhe të furnizimit me naftë dhe gaz, të shkaktuar nga lufta Shtetet e Bashkuara e Izrael kundër Iranit. Kostot për energjinë, plerat dhe petrokimikatet po rritën ndjeshëm, ndërsa bota po humbet deri në 20 milion fuqi naftë në ditë nga prodhuesit e lindjes së mesme për shkak të mbylljes efektive nga Irani të ngushticës së Hormuzit. Ndikimi i reduktimit të 1/5 së furnizimeve globale me naftë dhe gaz është përhapur me shpejtësi nëpër ekonomi dhe zinxhir furnizimi. United Airlines tha të martën se mund të duhet të rrisë çmimet e biletave deri në 20%. Filipinët shpallën një emergjencë kombëtare energjetike. Shoku akut i furnizimit me energjitë që tani godet Azin, rajonin që varet më shumë nga furnizimet e lindjes së mesme, do të përhapet në Europë në muajin prill, thanë drejtuesit e naftës dhe ministrat e energjisë këtë javë. Në Azi, vendet po marrin masa për të ulur konsumin e energjisë duke përfshirë zbatimin e javës së punës 4 ditore dhe duke u kërkuar qytetarëve të kufizojnë udhëtimet dhe të përdorin shkallët në vend të ashensorëve. Qeveritë në të gjithë botën po lëshojnë në treg një rekord për 400 milion fuqi naftë nga rezerva strategjike dhe Shtetet e Bashkuara kanë hequr sanksionet ndaj disa tankerave të naftës iraniane dhe ruse, në mënyrë që rafineritë që kanë mungesë furnizimesh të mund ta blejnë atë. Kuvajti prodhonte rreth 2.6 milion fuqi naftë në ditë para luftës dhe është dashur të zvogëlojë prodhimin dhe të ndalojë dërgesat e rafineritë që blejnë naftë të papërpunuar. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara kanë mbajtur disa eksporte që rrjedhin nga tubacionet që anashkalojnë ngushticën e Hormuzit, por këto eksporte si dhe masat e tjera të emergjencës nuk i afrojnë mbulimit të ndërprerjes së furnizimit. Mungesa e furnizimit mund të godasë Europën në muajin prill nëse lufta vazhdon, mendojnë analistët. Sipas tyre, mungesa e përgatitjes ka përkeqësuar sfidat për Europën dhe pjesë të tjera të botës. Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror të lëngshëm, por prodhuesit amerikan nuk mund të kompensojnë mungesën e furnizimit nga lindja mesme, sepse ata tashmë janë në prodhimin maksimal.